Në fillim të marsit isha në Berlin, kur papritur në Instagram shoh mesazhin e një shqiptare e emigrante atje, Ola quhet, e cila më shpjegonte gjëre gjatë, po me shumë dashuri për shoqen e saj, arsyet pse duhet të ishte ajo, mikesha e saj në një episod të Zë më mirën podcast. I ktheva përgjigje që isha e hapur që ta dëgjoja historinë dhe është gjithmonë kënaqësi për mua se unë kështu i gjej njerëzit, nga njerëzit. Dhe lam takim. Nuk e prisja që do takoheshim, jetonin diku të 3 orë larg Berlinit, të nesërmen në mëngjes, në Charlottenburg, te këmbët e mia ndalon një Porsche. Nga Porsche zbret një bjonde, doktoresha Aurora Dollenberg. Mjekja shqiptare ndoshta e brezit parë në Gjermani? Po. Në çfarë viti ke shkuar? Në 2010 kemi qenë eksodi i parë i mjekëve. Madje gjithmonë e them që jam bashkëfajtore që startovi kjo rrjedhja e masive mjekëve, se unë i kam informuar që kishte mundësi që si mjek shqiptar të punonim dhe në Gjermani. Ti je autorja, frymëzuesja e eksodit të mjekëve dhe infermierëve shqiptar në një kuptim. E pranoj fajin tim. Është faj? Apo ju ke bërë mirë, ju ke ndryshuar jetën atyre që kanë dashur një jetë më të mirë? Besoj që ka qenë një perspektivë më tepër. Ata që nuk kanë dashur të qëndronin, dhe këtë e vëm re edhe kur bëm atë udhëtimin e parë, ishim më shumë se sa 20 mjek, mund ta quaj që në datën e 1 prillit, që edhe për Gjermaninë është dita e gënjeshtrave, vemi 20 mjek në një spital dhe shefi i atij spitali nuk e besoi sa duhet jetë në një gënjeshtër, dhe kur e pa që ishte me të vërtetë se aq mund të ketë një spital, aq mjek mund të ketë dhe ne shkojmë sa numri i personalit të tyre. Nga gjitha ato mjek që ishim aty, unë isha e vetmja që mbeti, kështu që shumë shkuan, shumë janë kthyer, por mendoj që është një iniciativë mirë të ndryshosh ndonjëherë dhe ambientin dhe vendin, sepse mëson gjëra të reja, e kupton vlerën tënde, kështu që pavarësisht se them që e quaj veten fajtore, përsëri mendoj që i kam bërë vetes mirë dhe shumë të tjerëve që në atë kohë i kam informuar, i kam udhëzuar dhe i kam marrë me vete drejt Gjermanisë. Pse ishe e vetmja që qëndrove në atë spital dhe të tjerët u kthyen? Çfarë ndodhi që ti qëndrove aty? Po, shumë për të qeshur faktikisht, sepse shumë kolegë të mi sa asaj kohe. Si me të qeshur ndodhin gjërat e mëdha. Shumë ishin dhe të Berati, të Lushnjës, shumë qytete të tjera të Shqipërisë dhe shumë prej tyre dilnin përreth spitalit, thoshte nuk më pëlqen ka pamja e spitalit, nuk më pëlqen ka kjo, pra edhe gjëra që nuk ishin fare profesionale, por që në total mbase nuk i pëlqej thjesht ai ambienti i ftohtë, shumë. Ndoshta si pëlqeu Gjermania. Nuk i pëlqej Gjermania, po. Ty të pëlqeu Gjermania? Unë i kisha vënë vetes qëllim që do të më pëlqente, duke ditur vështirësitë e këtushme, kështu që nuk e mendova 2 herë dhe qëndrova. Qysh më tha babai kur më nisi në aeroport, tha mos e kthe kokën mbrapa dhe unë nuk e ktheva. Më pëlqen. Kjo tregon që ke qenë e fokusuar. Ndonjëherë nuk duhet jenë pengesat apo kapriçot tona ato që të përcaktojnë fatin ton. Dhe në fakt ty ajo lloj sakrifice të doli për mirë. Sot je një mjeke me klinikën tënde private në qytetin ku jeton në Gjermani, pas 15 vitesh, relativisht shpejt e ke ndërtuar karrierën tënde atje. Po dua të rrim pak në fillim. Fillimi ishte i vështirë, se nuk ka fillime të lehtë. Sa kohë zgjati sakrifica? Mund të them 5 vjetët e para janë ato ndër më të vështirat, sepse duhet koha që edhe ti të mësosh gjuhën, duhet koha që të shndrohesh nga një mjeke e re që nga ana e gjuhës si një fëmijë vogël. Sa vjeç ishe atëherë? Unë kam qenë 25 vjeç. Okej, ke qenë pothuajse nga auditori, nga shkolla. Po, pikërisht. Mbarova fakultetin dhe nuk kam punuar qoftë edhe një ditë në Shqipëri, mund ta them, prandaj edhe nuk e njihja realitetin e vërtetë të punës në Shqipëri dhe isha aq dhe më tepër entuziaste që do shkoja direkt në Gjermani, në kohën që shokët dhe shoqet e mi mësonin për specializimin në atë periudhë, unë isha super e lumtur që mësoja vetëm gjermanishten dhe hapa madje edhe si shkollë gjermanishte që futëm gjithë në brezi jon, duke punësuar në thonjza mësuese të pakta që flisnin gjermanisht në atë kohë. Edhe ishim një shkollë në thonjza që ishim vetëm me student mjekësie dhe ndërkohë që ata lodheshin me atë shpresën që mund ta merrnin specializimin në Shqipëri, për herë të parë në mendjen time ekzistonte një derë që të çonte direkt në botën e madhe, sepse edhe nuk është se kisha jetuar në njëri jashtë shtetit, kështu që e kujtoj me shumë lumturi atë periudhën që unë mësoja gjermanishten.
Sikur do shkonim në Amerikë, domethënë në thonjtë që është psikologjia që dhe kur shkova aty pastaj mbase kjo është një arsye që shumë u kthyen sepse nuk e gjetën atë shkëlqimin e Gjermanisë siç e kishin përfituar para ikjes. Në fakt, gjërat kur i takojmë nuk janë ashtu siç i përfytyrojmë apo si në ëndrat tona. E vërtet. Besoj ka qenë e njëjtë dhe për ty. E vërtet, unë faktikisht duke filluar që nga qytetarët në aty qytetin ku kam qenë, është një qytet mund ta quajmë mbrojtur nga UNESCO, siç është Berati për ne, pra ndër qytetet më të vjetra të Gjermanisë, dhe paralel me qytetin e vjetër ishte edhe popullata shumë e vjetër, edhe mendoja që në këtë qytet unë do isha shumë e mikpritur si një mjek e re, njëri i ri, edhe kur ulesha në një përballë kishave për shkak sepse edhe besimtare jam edhe mendoja që këtu do ketë njerëz të mirë që të bëja pak një bisedë, edhe mbaj mend një ditë të diel në atë vetminë e Gjermanisë, ulur aty në diell, se edhe dielli ishte me orë, edhe shikoj një 80 vjeçare që ishte ulur për krah me dhe thjesht them sa mot i mirë sot, dhe reagimi i të moshuarës gjermane ishte e kapi çantën fort, edhe më shikove me inat kuptimin që se mos më vjedh çantën. Pra aty e kuptova që unë nuk jam shumë e dëshiruar edhe nga popullata, edhe pse në psikologjinë tonë si shqiptar, kur i flet një të moshuar, është një shenjë respekti dhe ato patjetër që të kthejnë përgjigje. Kjo nuk ndodhte në Gjermani. Kështu që ose ti punoje gjithë ditën me infermierët ose me kolegët e tu në spital dhe kur të shikonin në qytet ktheni kurrizin që si mos të përshëndesnin. Dhe të gjitha këto fenomene ta bënin ta ndiejë ti që ti ishe pa dëshiruar në atë vend, që vije nga një vend i varfër që nuk ishte nivelin e gjermanëve dhe mbi të gjitha ti ndiheshe nga ana njerëzore një shkallë ose një cilësi më poshtë. Gjë që nuk është shumë inkurajuese kur përfituron një Gjermani humane dhe që ka nevojë për mjek. Më ndërmendet tani me këtë që sapo the, një foto të fundit që e kam parë jo më shumë se 2-3 muaj, që ishte si një lloj reklame në fakt për emigrantët, një lloj promovimi për emigrantët e Gjermanisë, janë bërë foto në spitale të ndryshme të Gjermanisë me ekipet mjekësore, nga ku në shumicën e tyre 1, 2, maksimumi 3 ishin gjerman, të gjithë ishin emigrantë. Dhe shkruhej diçka e llojit që çfarë do ishim ne pa emigrantët. Tani ka ndryshuar leximi dhe perceptimi dhe sjellja ndaj emigrantëve atje nga Kjo Gjermania? video është edhe për ne dhe për mua personalisht është e njohur sepse është tani më në Gjermani një filozofi për të treguar sa të rëndësishme janë emigrantët, por mos harrojmë dhe pjesën tjetër, një pjesë e madhe, për shembull burri im është gjerman dhe kur shikon këtë video thotë çfarë po ndodh me Gjermaninë. Pra vetë gjermanët e interpretojnë si një fat të keq të gjermanëve që në një spital ose në një institucion, edhe bankat kanë filluar dhe institucionet të tjera të kenë punësime të huajve, e shikojnë si një ecuri jo të Pozitive mirë, jo për vendin e. pozitive. Ne si të huaj e quajmë vetëm të rëndësishëm, por kur kam qenë unë para 15 vjetësh unë kam qenë e vetmja e huaj në spitalin tim. Kështu që mund të imagjinoni që diskriminimi ka qenë shumë herë më i dukshëm. Me kalimin e viteve është rritur hendeku ose boshllëku me personel mjekësor, që bën që të dalin këto video që për ne të huaj duket pozitive, për gjermanët vetë është shumë negative. Në fakt, çfarë ka ndodhur me gjermanët? Pse nuk ka mjekë, infermierë, njerëz që duan të punojnë në profesion? Shumë e thjeshtë, është kosto shumë e lartë dhe mjekësia i takon profesioneve në Gjermani të cilat nuk paguhen shumë mirë dhe që të investosh jo vetëm atë kohën e studimit, që e ke të pa evitueshme, por që gjithë jetën je në shërbim, duke pasur turne nate, duke pasur urgjenca, duke pasur pra jeta jote private nuk është e qetë si të kesh një profesion tjetër ku mund të punosh te home office. Pra ne nuk e kemi komoditetin që nga shtëpia të punojmë ose të mbyllim telefonin në kohën që je në shërbim urgjence. Prandaj mendoj që për vetë popullatën gjermane është një sakrificë shumë e madhe, kështu që pse mos ta bëjnë ato popujt siç jemi ne që janë pak më nevojtar. Okej, thjesht nuk kanë dashur të lodhen. Po. Por pasojat janë këto. Këto janë pasojat. Të mos mërziten me emigrantët. Se kush do t'ju shërbente, kush do i shëronte. Sa jeni bërë të huaj në spitalin tënd? Unë nuk jam më në spital dhe jam shumë e lumtur për këtë gjë. Kam marrë, mund ta quaj tek qyteti ku jam, klinikën private më të vjetër të qytetit, për ka një histori më shumë se 80 vjeçare tashmë. Jam si brezi i tretë që po e drejton atë klinik dhe mund të them me sinqeritetin më të madh, a them dhe infermierëve të mia çdo ditë, nëse do detyrohesha të kthehesha të punoja në spital, unë nuk do punoja më si mjeke, sepse e quaj jetën spitalore një sfidë të papërballueshme jo fizike, por sidomos psiqike.
sepse ke një tim ku secili, si më thënë si një orkestër, kur secili bie asaj veglës së vet, mund ta quaj të mendjes së vet, të direksionit të vet, dhe unë jam tip që kam shumë nevojë për harmoni në punë. Edhe në kushtet spitalore, sidomos kur punon në departamente siç është urgjenca ku unë jam, ke gjithmonë një adrenalin maksimale dhe e kam vënë re që afatgjatë nuk të bën mirë për shëndetin, kështu që jam e vendosur gjithmonë për ambulatorin. Shumë interesante. Ekipet dhe skuadrat me gjithë vendet e zhvilluara me sa duket kanë vuajnë nga të njëjtat simptoma, nëse mund ta përdorim këtë term mjekësor. Si është në fakt sistemi shëndetësor në Gjermani, Aurora? Është një sistem shumë social, mund ta quajmë, pra me kartën tënde të shëndetit i ke të drejtë të shkosh pothuajse çdo ditë në spital dhe nuk të vjen asnjëherë një faturë. Për ne si mjekët ose për vetë personelin mjekësor nuk është një favor shumë i madh, për faktin e thjesht që ndonjëherë kemi mbindëndje me ato pacientë të cilët nuk kanë nevojë faktikisht të përditshme për mjekësi. Sidomos kur bëhet fjalë në spektrin e pacientëve që vuajnë nga ankthi, nga depresioni, që çdo ditë, çdo shenjë trupore i bën të mendojnë që janë në urgjencën e radhës. Duke e bërë të pamundur që ndonjëherë ato njerëz që nuk shkojnë me kënaqësi tek mjeku, që kanë kaluar mbase në jetën e tyre një tip traumatizimi nga një kancer, nga një infarkt, ata shkojnë vetëm kur i detyron. Pra, mbushet dhoma e urgjencës, mbushet vetëm 90% me pacientë që mund edhe të kishin qëndruar në shtëpi. Dhe kur shkon bazë në spitale si në Itali ose në Francë ose në Holland, ku kem shkuar dhe me anë të punës së shoqatës së mjekëve, shohim që urgjencat janë gjithmonë bosh, sepse aty paguan. Sa herë që shkon, ke gjithmonë një taksim. Ndërkohë që Gjermania vazhdon të jetë shumë sociale, shumë gjë e mirë, por mendoj që me kalimin e kohës do bëjmë edhe ne pak amerikan ku çdo gjë kushton. Deri tani jemi të hapur për të gjithë popullatën. Okej, po thuaj që mund të ndryshojë dhe kjo në Gjermani? Po, sepse risorset janë të fundme. Okay. Pra, vetë personeli që përmende, personeli mjekësor është në limitet e veta, siguracioni nuk mund të... Pra, punojnë në Gjermani 25% të popullatës, që 75% të tjerë të jetojnë nga socialit, jetojnë me taksat shëndetësore të paguara. Pra, 25% financojnë gjithë popullatën prej 90 milion banorësh, dhe kjo nuk ka një aftëgjatësi të lartë. Okej. Qyshe përmenda, ti je nga Myzeqeja, me origjinë. E ke ruajtur, më duket se dialektet përforcohen kur jeton jashtë vendit. Po, se mbetesh pak në atë statin fëminor, si ke folur si fëmijë të ruhet ajo. Më trego pak për Gjermanin tënd, sepse vërtet ato vitet e para kanë qenë të vështira me këtë ftohtësinë dhe akullin gjerman, po ti gjetet dashurinë tek një gjerman. Shumë e vërtet, me që se nisë mira me Myzeqen, unë kam përfunduar në Myzeqen e Gjermanisë, sepse jam pikërisht në qendër të Gjermanisë, në Hanover, afër Hanoverit, dhe pikërisht e ky spital, mund ta quajmë gri që kishëm në fillim, që i friksovi dhe 19 kolegë të mi shqiptar që u kthyen, sidomos ato të Beratit ishin shumë të terrorizuar nga Ata ishin më frikacak. Ata thanë jemi buke ujë më mirë në Berat se sa të rrim të vuajmë këtu. Disa i kapi dhe diarrea, domethënë do çudita thashë u shfaqen dhe simptomat fëminore si ke parasysh ku njerëzit kur i fëmijët janë të vegjël kur nuk duan të shkojnë në institucion fillojnë në dhimbje barku. Psikosomatike quhen këto? Psikosomatike. Pra shumë nuk i përballuan dot ditën e dytë në atë spital, ndërkohë që unë qëndrova stoike, mund ta quaj, dhe mbase shpërblimi më i madh që më dha Zoti pas asaj vuajtjes është tamam si një burgosi ajo. Ishte si një shtet rrethim ajo të qëndruar në atë spital me ato kolegët e mi që çdo ditë më kujtonin që unë vi nga Shqipëria e vogël dhe e varfër. Dhe pas 4-5 viteve që isha aty duke bërë specializimin, burri im kishte marrë, mund ta quaj, spitalin në mbikëqyrje si firmë për të bërë izolimin, termoizolimin, se është në profesioni për inxhinieri. Edhe në ato një seminarin përmbyllës si personeli mjekësor të shpëtonte veten në kushte zjarri, isha dhe unë e pranishme, si ishte seminar me detyrim, edhe burri që shpjegonte ato ligjet e fizikës, unë kam qenë e marrosur pas fizikës. Këtë mund nëse na dëgjon ai profesori im që kam pasur në fizikë edhe në fakultet, kam qenë vetëm studente që vdisja pas fizikës. Edhe kur fillova ai me të dhënë 2-3 gjëra direkt duhet të lajmërohesh, aty thosha jo, kjo qëndron kështu ose ashtu, duke e prekur në sedrën e Gjermanit. Dhe kështu fillovi, pra ajo konfrontimi jon dhe më tutje pastaj. Ti e kundërshtove për diçka, i dhe një argument të fortë dhe ati i bëri përshtypje. Pra fizika, ligji fizikës, fizika dhe ligji fizikës kanë funksionuar në këtë rast mes ju të dyve. Në atë kohë ishe totalisht vetëm, nuk ishe asnjë shoqe për të pirë një kafe?
Kishim shoqe, po ishin zakonisht shqiptarët ato shoqet e vetme dhe për fatin e keq edhe në Gjermani të ndje konkurenca. Është e çuditshme që zakonisht migrimi bashkon njerëzit, por tregojnë dhe shumë të tjerë, edhe rasti im kështu ka qenë që në migrim ndonjëherë konkurenca thelltohet edhe më tepër. Po më thuaj që shoqet braktisën? Më braktisën. Pra ato ishin me çifte dhe të tërë çifte dhe Aurora që ishte vetëm mbeti akoma dhe më vetëm, duke ja e penalizuar edhe më tepër për vetminë e saj, gjë që më duket në kushte, do të thënë, e mjekëve, humanistëve shumë ndonjëherë çnjerëzore mund ta quaj, sepse mendoj që vetmia është një ndër ndëshkimet më të mëdha që mund të kalojë njeriu. Sado i fortë që të jesh, mërgimi, të qenurit vetëm, të thyejnë. Prandaj edhe përmenda rastin e që edhe 80 vjeçarja pranë kishës më refuzovi. Ishte domosdoshmëri që të krijoje lidhje sociale, por ishte vështirë në atë periudhë, sidomos kur 12 orë të jenë vetëm në punë, nuk ke mundësi dhe plus që unë edhe kur kam qenë në Tiranë, nuk kam qenë shumë person i kafeve dhe i drekave, darkave, unë kam qenë vetëm tek librat. Edhe si le dim, nuk kisha shumë aftësi mund ta quajmë për të krijuar shumë connections me shumë. Prandaj dhe mund ta them me plot gojë që jeta ime në Gjermani filloi në momentin që unë takova bashortin. Që quhet Götz. Babi mi thot Götze nga futbollisti, por që në Götz, po. Ti the që vetmia është ndëshkimi më i madh, po ndonjëherë në vetminë e gjejmë zgjidhjet më të nda të jetës tonë. E vërtet. Se po të kishe qëndruar me shoqet çifte, do kishe shoqëruar ato dhe ndoshta s'do kishe njohur Götzin. Këtë gjë i kam thënë. Janë ato pengesat e fatit? Kjo është. I kam thënë para një jave këtë gjë Götzit që nëse nuk do kisha vuajtur aq shumë në fillim, mendoj që Zoti nuk do të më kishte bekuar me një dhuratë si ty. Ka që mendoj deri diku që edhe ajo vetmia, edhe vuajtja, sakrificat janë në një farë forme, një mënyrë që mbase shpirtin njerëzor e skalitin me atë flakën mund ta quaj të vuajtjes që ti në momentin kur Zoti mbase ta tërgon atë anijen e shpëtimit di dhe ta vlerësosh. Sepse ndonjëherë me atë naivitetin ton nuk dim ta quajmë shonc dhe mund të them me sinqeritet që mamaja ime Götzi kishte një të keqe që ngrihesh vonë. Edhe ne kur kishim lënë takim për të pirë kafe, ai e kishte zënë gjumi dhe nuk kishte dëgjuar as zilen e telefonit. Edhe unë ishte edhe ditë bore, edhe unë që e prisja ditë shtune në borë, duke që ai të vinte. Dhe nuk erdhi, kthehem në shtëpi, kisha maman se më shoqëronte të paktën që duke ndajtur me mua, ai sa i lejonte viza në atë periudhë. Edhe them që nuk erdhi, të tha mamaja që mos u merr me gjerman. Thash në rregull, thash mirë paske, a doli llafi jot, nuk dal më, kaq ishte herë fundit. Dhe ki rastisa që kisha disa pacientë gjerman, 80 vjeçar, të cilët më shoqëronin edhe kështu në ana sociale, dhe thanë ai mund të ketë pasur një aksident, apo mund të ketë pasur diçka që nuk duhet ta mbyllësh me kaq, dhe unë që marr guxim të shkruaj, a ka ndodhur diçka se nga krenaria e shqiptares. As nuk do kisha lajmëruar, do kisha bllokuar telefonin mundësisht, se ishte ofendim jashtëzakonshëm. Për mamin tim të paktën, por edhe për mua duke kopjuar modelin stoik të nënës time. Kështu që me këshillën e pacientëve të mi gjerman që ishin për tashmë miqtë e mi, vendosa që të shkruaj mesazhe modest, mos të ka ndodhur një aksident. Edhe ai që reagoi thotë që unë ndihem shumë i turpëruar që nuk e ndjeva zilen. Kështu që edhe startimi ishte faktikisht me këshillimin e prindërve të mi, mbase nuk do kishim bërë dot bashk, sepse edhe psikologjia dhe sjelljet janë komplet të ndryshme. Tani duhen shumë me njëri tjetrin? Po, barriera i qëndron gjithmonë. Është barriera me. Sepse edhe gjua po të vjen, kështu që nuk janë të fuzionuar, por respektojnë secili për stoicizmin e vet, mund ta quaj. Vazhdojnë qëndrojnë në llogoret e tyre secila palë. Absolut. Stoik. Unë mund të them, nëse më lejohet është pak si, domethënë mbase shumë personale, po e ndaj në këtë ngjarje, dije ishim të ftuar te prindrit dhe babi për të na bërë një nder kishte porositur një mish tamam që bëhet ajo tradicionale, mish i qëngjit dhe kokat mbi të dhe gjitha ku ta diun ishte mbushur tavolina. Edhe në atë moment kur Götzi pa dhe kokën e qëngjit tha, unë nuk ha dot. Edhe babi është shumë i mirë, e kanë porosi, ka bërë restoranti ekstra vetëm për ne dhe duke shpjeguar se sa bio ishte ky mish. Sa më shumë që unë përktheja se sa bio ishte mishi, ai i quante akoma dhe më mizore se këtë qëngjë të vogël e të tjera me radhë nga ana e dashurisë për kafshës. Tha mua unë më duhet të dal sepse kam një kështu nauze. Thash ta stopoj më mirë, pra nuk ka hëngri përveç se 2 gjethe sallat, nuk ëndi dot asgjë tjetër. Nuk kam qeshur me lot ndonjëherë në asnjë episod, në 5 vjet. Se po më kujtohen atë dasmën e madhe greke.
me Gëcin dhe me familjen tonë dhe me Shqipërinë dhe Gjermaninë mund të krijohet një film shumë i bukur, një komedi fantastike, shpotitse. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Gëci vjen nga një familje elitare, kuptova unë nga ajo biseda që bëm ne në Berlin të dyja bashk. Një familje që janë në gjendje të mirë, me një nënë që ka një jetë shumë të bukur. Si janë gjermanët me pasurinë? Si sillen me gjën e tyre ata? Mirate, kjo pjesë që thej që pjesa elitare, dua të shpjegoj vetëm reakcionin e Gëcit kur ka qenë tek apartamenti i prindërve këtu në Tiranë, që ne mund ta quajmë, më thënë për ne kushtet shqiptare, shumë modern, shumë të mirë, shumë qendror në thonjza. Edhe Gëci herën e parë kur ka ardhur para disa vjetësh ka qarë. Tha nuk e mendoj dot që Aurora ime është rritur në këtë apartament. Thash, mendova sikur do bëjmë mirë komplimente të jashtëzakonshme se kemi bërë na këto. Ca gjëra kështu me ato garnitura që bëjmë ne kështu, më thënë të bukura këto, me gdhëndje, me mera me gjëra, mendova se do merrja një kompliment. Edhe ai edhe dije përmendi se ishin për vizitë. Po. Herën e parë tha isha shokuar, po kësaj re dhe hira isha pak më i përgatitur, tha. Nuk e di, tha, se si mundet të ekzistojë një gjë e tillë. Thash, më fal, thash, nuk kam faj unë që ti ke lindur në komplet ndryshe. Edhe unë kam lindur, ne për në Shqipëri, ne e kemi një standard të jashtëzakonshëm. Mos harrojmë që jemi një vend i varfër dhe për ne si familje nuk kemi as të pasur as të varfër, por një familje mesatare që madje prindit e mi janë shumë krenar për arritjet e tyre. Edhe me të drejtë dhe edhe të pasur këtu është një përqindje shumë e vogël që janë bërë vitet e fundit. Ne nuk e blejmë dot të shkuarën. Vim të gjithë nga varfëria. Se vim në një vend të ish komunist që se cilët të gjithë ishin të barabartë. Kjo është më se për të shpjeguar pak pjesën elitare, pra domethënë përfitimi i tij është me lot në sy që unë jam rritur në këtë vend e ku ta di unë. Mendova që do ishte dukur pak egzotike, interesante. Këtë mendoja edhe unë. Kjo ishte shpresa ime, por ja që akoma me lot në sy, ai më tregon se sa, por me këtë thjesht dua të them që ata që janë rritur mbase në kushte komplet të tjera, edhe perceptimin e pasurisë, perceptimin e një, mund ta quajmë standardi të mirë jete kanë komplet ndryshe. Prandaj dhe unë nuk e strapacoj shumë Gëcin as me vizita qofte familjare që mund të kenë edhe për vila në për det, edhe gjëja e parë që bën Gëci kur shkon në për familjarë që kanë edhe prona të mira të gjitha, është duke evituar të gjitha, shikoj, e kanë ndërtuar këtë, po e kanë bërë këtë me mirin këtu pa e izoluar, këtu rëshqet, kjo është për të moshuarit ose për fëmijët, është rrezik me vdekje. Pra, Gëcin ta çosh diku, ngre tabela se ku mund të vdesësh në çdo cep të apartamenteve ose të shkallëve tona. Gjë që mua patjetër më duke pak e egzageruar, por e kuptoj pastaj, sikundër ai duhet edhe mirë kuptoj mua që ne kemi komplet botë të ndryshme. Fakti që jemi takuar në Gjermani në ato kushte mund ta quajmë sa romantike, sa dhe të vështira me ato diferencat mes jush. Diferencat me edhe karaktereve tona. Kush i ka afruar më shumë diferencat? Kush i ka shuar më shumë diferencat? Je treguar ti më plastike, më elastike apo dashuria e ka bërë punën e vet? Gëci u dashuruaj shumë edhe Aurora ime dhe kaq. Një episod që përmend Gëci gjithmonë është pas takimit të parë, ku kemi pirë kafën e parë privatisht, ajo spitalit ishte kështu profesional. Ishte që ai donte më përqafonte kështu dhe që unë ngeta si e ngrirë. Se nuk e prisa që, më duke shumë e egzageruar, domethënë për gjermanët gjithmonë bëjnë një përqafim të lehtë, domethënë e kanë stil të tyre. Edhe ai sot e kësaj dite thënë u përqafova një shkop. Fakti që kishte këtë karakterin, mund ta quaj deri diku primitiv të timin, domethënë shumë me distancë, shumë e ftohtë. Unë ta ka përmendë edhe në Gjermani, domethënë atë shprehje në Berlin kur takuam që isha si në ato gjermane që vene qeshin në bodrum. Pra nuk qeshja që isha nën vetvete sepse të qeshja më shumë se ç'duhet, më duke shumë afrimitet. Pra isha një shumë e ngurtë në sjelljen time. Pikërisht kjo u duk për Gëcin shumë atraksion sepse gjermanët janë shumë ndjehapët dhe deri diku për Gëcin edhe nga ana morale shumë më tepër se ç'duhet liberal. Pra gjithçka që teku mua ishte primitive në thonjza, naive ose jo gjermane, ishte për atë arsyeja kryesore që si magnete u bashkuam. Po patjetër që unë kam qenë ajo diplomatja në këto 13 vjet që gjithmonë jam unë që ulem. Edhe ai e kupton, po ka nevojë gjithmonë për një gjysmore, që ta kuptoj që ka bërë gabim. E më mirë se burr është. Edhe në një lot në sy e ilustron që ai është i padrejtë,
Për ndryshe, po, e ka të vështirë ndonjëherë që ta kuptoj që egzageron në këtë korrektësinë e tij, në këtë mënyrën e tij ndëshkueshte që kjo është gabim, kjo është shumë keq, pra ai është i pamëshirshëm kur bëhet fjalë për të evidentuar gjëra që ti nuk i bën shumë sakt. Kur gjithçka po shkonte mrekullisht mirë me jetën tënde, me 2 binjake që erdhën në jetën tënde, me punën, me gëcin, me dashurinë, me një Gjermani që arritet ta zotërosh. Ja, jeta kështu është e tillë, një sfidë shëndetësore u fut në jetën tënde, të cilën ti e ke përballuar me sukses dhe je shumë mirë. Do dohet të ndaje diçka? Pa problem, Okay. po, patjetër, pa problem. Është vërtet shumë më bëjnë komplimenta për rënje në peshë. Më thënë, kishëm edhe madje një event mjekësor, se ne shqiptarët e kemi, ose unë të paktën, kur shkoj në një vend do bëj 100 ponë, pra do bëj pak pushimin, do bëj edhe konferencë, edhe tjera me radhë. Kështu që në rastin që më mblodhën përsëri gjithmonë ai grupi kolegëve të diasporës, dhe komplimenti i parë nga ana sidomos e zonjave edhe mjekëve shqiptare ishte: "Wow, Aurora, sa mirë që pas ke rënë në peshë." Edhe aty para dyrëve të konferencës kështu duke treguar, duke u përpjekur ta ndajmë pak historinë që çfarë ka ndodhur me të vërtetë, që kam kaluar 2 operime deri tani, edhe që të qëndurit elegante nuk është gjithmonë vetëm të qëndurit nëpër palestra ose për të bërë dieta, por ka qenë edhe me rekomandim mjekësor edhe në kushte mjekësore. I bëra ato kolegit i bëra për qarë, filluaj një ca që filluan e morën shami, sa po nuk e dinjë pse nuk na ke treguar. Sepse është e kot, kur janë njerëzit në distancë, që tregosh që ti po kalon një sfidë, dhe ironia e fatit ishte që ishte pikërisht dhe konferenca, po dhe gjatë gjithë vitit kemi pasur një projekt për kancerin, për luftimin e kancerit e gratë shqiptare. Edhe gjatë projektit ka qenë rastësi që dhe unë bëra ca vizita, qoftë në eko, qoftë mamografi, dhe u zbuluan noduse, që i themi neve kokra në gjoks, të cilat në vend, si pasojë edhe shtatzanis, në vend që të zvogëloheshin pas kalimit të shtatzanis, filluan edhe zmadhoheshin gjithnjë më tepër, duke bërë të pamundur optimizmin tim që hase do ikim vekt ose diçka tjetër, dhe u bë situata që duheshim me patjetër të operoheshin, dhe vërtet nuk ishin dhe aq të pa dëmshme, përkundrazi, nëse do kishin mbetur më gjatë, mund të shndroheshin në një kancer të vërtet gjiri. Kështu që sfidat e këtij viti kanë qenë që e kam startuar vitin duke operuar, edhe para se të vija, 3 ditë para se të vija këtu në Shqipëri, u hoqën penjtë e fundit në thonjza. Qofshin të fundit. Faleminderit, kështu që kalovi gjithçka mira, por me të vërtetë është ajo që ashtu që dukemi mbase ndonjëherë nga jashtë, është vetëm një copës e historisë, një maja e icebergut, dhe çfarë kalon njeriu në vetvete për të qenë, për ta mbajtur atë standard, për të qenë profesional çdo ditë, që edhe pacientët ty mos ta ndiejnë që ti je duke kaluar vetë kancerin, por ke qenë operuar, por vazhdojnë që me buza gas në thonjza ti shërbesh. Edhe gocave që kam, infermierave, si i them gocat e mia, infermiereve, ne jemi një klinik vajzash, jemi të mbushur vetëm me vajza. Gjë që për gocën është ndër gjërat më të bukura. Kam pasur disa mjek. Po qartësohem për gocin dhe karakterin e tij. Jo, kam pasur sa mjek specializant faktikisht, edhe kur isha shtatzane që të më hiqni pak ngarkesën e punës, dhe ishte çfarë bëjnë ata, se mos ka nevojë të vijun që ndihmojë edhe diçka. Sapo i hoqëm ato, jemi përsëri tani vetëm goca. Që ta kam fjalën, kam pasur mbështetjen, qoftë të personelit tim, të gocit, të familjes, por më tepër jo të shoqërisë, sepse nuk duam të mi ngarkojmë njerëz me diagnoza që janë në çdo rast jo shumë të këndshme, por që mund të them që edhe mjekët nuk ka mosh, nuk ka profesion që je mbrojtur. Asgjë nuk të imunizon nga sëmundjet, janë beteja që na i sjell jeta dhe duhen përballuar. Me që jemi tek shëndeti dhe edhe mjeke, por që dhe ka kaluar një sfidë me shëndetin, dhe ne në Shqipëri kemi këtë besimin, ti fole për një shëndetësi shumë sociale, për një sistem shumë social në Gjermani. Si është shërbimi, si është të jesh pacient në Gjermani? Si ishte për ty, si ishte përvoja jote? Mos e idealizojmë pak në këtej nga Shqipëria? Idealizojmë, dhe njëkohësisht mund të them që është me të vërtet shumë herë hapa më përpara se sa Shqipëria, për faktin e thjesht që ty po të vjerë një diagnozë e zymt, siç mund të jetë, po e quajmë kancerin, se është një ndër diagnozat më fatale që ne japim si mjek. Pacientin gjerman ti mund ta ngushëllosh duke thënë që ne kemi metoda
kemi strategji për ta luftuar dhe pacienti nuk mendon në momentin e dytë, siç ndodh edhe shumë të afërmëve të mi, shumë njerëzve të njohur, që gjëja e parë që bëjmë pasi marrin diagnozë të tillë është t'ua thon fisit që si të fillojnë donacionet nga të gjitha anët, që të përballojnë kostot e operimeve, kostot e terapive të shtrenjta. Pra, në momentin që ty të hiqet barra financiare e përballimit të një sëmundje vdekjeprurse, mund ta quaj, ti është gjysma e punës e kryer. Prandaj edhe kjo është ndryshimi. Pse përballimi i kancerit në Gjermani nuk e ka të stres, nuk e ka të vuajtje, atë fatalitet që ka në Shqipëri. Dhe mendoj që kjo është vendimtare. Edhe unë, kur e mora vesh këtë diagnozë, e kisha natyrale që doja ta kisha operatorin, ta kisha mundësisht një shqiptar. Nuk e di pse ndodh kjo gjë në mes të Gjermanisë, se gjeta, domethënë, dikë ishte kirurgun, ishte shef klinike në një qendër universitare që kemi ne afër. Ai është nga të emigruarit nga Kosova, sepse doja dikë që të ma bënte me merak, që e themi ne shqiptare. Edhe me të vërtet, por bëra një gabim shumë të madh, Mira, që provokova anestezistin Gjerman. Po, për herë të parë në Gjermani, dhe këtë dua ta ndaj me juve, se për mua ka qenë shumë, domethënë, edhe vetë jam çuditur që atë mbase atë tension psiqik që ndër vite akumulohet, ti e nxjerr në momente vendimtare të jetës tënde, dhe kjo është për shembull momenti që ti do operohesh dhe nuk e di nëse do dalësh nga narkoza ose jo. Sepse është ajo gjithmonë frika. Edhe ne si jemi mjek, mund të themi që e toleron mirë, por unë hera dy që futesha në jetën time pasi Linda Gocat, isha operimi i dytë në jetën time, kështu që nuk e di asnjëherë si reagon trupi, hormonet e të tjera. Edhe mjeku anestezist që më këshillon ose më jep ato medikamentet e para, thotë që nuk ka folur ime, sepse the si është me dialektin. Dialekti do mbetet gjithmonë që nuk jam e lindur gjermane. Thotë po juve nga vini? Thash, kam 15 vite që po dëgjoj këtë pyetje, po juve nga vini? Thash, tani do t'i jap një përgjigje të merituar. Unë vi nga Shqipëria, thash, po juve nga vini? E kështë që lënë Aurora të zgjidhte konfliktin e preardhjes dhe diskriminimin mbi preardhjen pikërisht në sallën operatore. Edhe anestezisi i acaruar nga përgjigja ime thotë, unë tha vi nga Göttingen, tha ma dije, tha kam lindur te ky spital që je ti këtu. Aha, thash, okay, në rregull. Me sa duke qenë si bashorti im, thash që e ka ndërtuar shtëpinë tek tokat e gjyshrit të tij, thash, pra nuk keni lëvizur as 1 centimetër me sa duket në jetën tuaj. Pra nuk e di, pse si ai tensionim që kisha doja të zgjidha të gjitha këto gjëra që ndija veten të persekutuar ndër vite. Edhe reagimi i anestezistit ishte faktikisht që më bëri një narkoz kaq të tillë që unë nga një moment e tutje nuk mora vesh fare më çfarë ndodhi. Edhe vjen doktor Shajipi, që e përshëndes me shumë zemër, ndër humanistët më të mirë që kemi në zonën tonë, edhe vjen pas operimit të gjithat, Aurora mban mend të erdha te operimi, tha të mbajta dorën, ta ashtu, thash Shai, po unë nuk mbaj mend asnjë gjë, thash, se ai narcisti dhe nacisti gjerman, thash, që më takovi para teje, nuk e di se çfarë më dha, thash, që unë i ka qenë në korridor humba, thash. Edhe pavarësisht të gjithave, kur kam bërë operimin e dytë, nuk rastisa tek racist. Racist normal, ai është një racist normal gjerman, nuk është një çka veçantë, edhe ata nuk më dhanë narkozë shumë të fortë dhe kam ndier gjithçka. Thash që ishe më mirë me racistin, më bëri më nder, thash, që ma dha dozën e lartë dhe nuk kuptova asnjë gjë nga operimi. E rëndësishme është që je mirë. Po. Dhe se skena të vogla janë normale ndoshta kudo. E rëndësishme është që ke jeti mirë me shëndet sot, edhe më pëlqeu shumë që ke zgjedhur një kirurg shqiptar. Jo, do e bëja përsëri sepse CEO-ti nuk ta bën dot njëri punën, dhe kjo është diçka nuk ka lidhje me Gjermaninë, gjithmonë edhe mjekët, edhe vetë pacientët shqiptar, kur vinë shqiptar me shqiptar ndihen shumë herë ndryshe se sa kur shkojnë te gjermanët. Kështu që është diçka njerëzore, mund ta them. Faleminderit shumë Aurora Dollenberg që e the këtë. Sepse në Shqipëri ne kemi doktor, kemi kirurg, kemi mjek, kemi patholog brillant, të cilët ndonjëherë paguajnë harachet e një sistemi shëndetësor çalaman shumë të vështirë, as pak social do të jetë, tenton të jetë, po nuk është i suksesshëm. Ka shumë arsye. E inkurajon sot një të ri që po mbaron mjekësinë në Shqipëri që ta shohë eksperiencën e tij në Gjermani, në Francë, Itali, nuk e di, po flasim për Gjermaninë me që ti je në Gjermani. Do t'i thoje që të qëndroj këtu, të zhvillohet në Shqipëri, apo ta provoj Gjermaninë?
Mund të them base edhe në sajtë të gjitha rrjeteve sociale që brezi i ri krahasuar me ne që kemi qenë para 13 vjetësh është shumë herë më i vetëdijshëm, shumë më kompetent dhe i mbron të drejtat e veta. Dhe kjo gjë e adhuroj tek këto brezi i ri, por përsëri e kanë atë karakter profilin komplet shqiptar, që janë shumë të dashur, shumë të afruar. Pra kur jemi me studentë gjerman, është tjetër stil, domethënë sjellja e tyre shumë e distancuar, kurse ne vazhdojmë ta kemi këtë të zëmërgjerësinë. Dhe nuk duaj që ta humbasin duke shkuar vetëm në vende të huaja të qëndrojnë në Shqipëri, por nuk jam kundra që ata ta bëjnë një eksperiencë. Sepse është tjetër kur unë tregoj, dikush tjetër që vjen nga jashtë tregon se si punohet në spitalet të huaja, është tjetër gjë kur ti rri disa muaj, qoftë edhe 2-3 vite specializime. Pra nuk doje këshilloja që të rrinin vetëm në Shqipëri, por jam e mendimit që brezi i ri ndryshe nga unë, edhe unë do kisha dashur tani të kthesha në Shqipëri, por për fatin e keq është jeta që më ka izoluar aty. Pra më mban peng në Gjermani. Është familja. Edhe unë e them me plot gojë dhe Goci e di këtë gjë, prandaj edhe pse nuk do që të vijë në Shqipëri, e bën vetëm për si më thën, për xhevap, që themi në atë gjuhën popullore, se thonë si sa mbrin në Tiranë ti shëndrin, thotë. Unë e kam si drog, domethënë, kur mbrin edhe smogun e Tiranës më duket e jashtëzakonshëm. Edhe këtë dashuri që unë e kam, edhe pse kemi kaq vite, edhe pse këtu në Shqipëri nuk e kemi pasur fare të lehtë, përsëri është diçka, është vendi yt, është vendi jot, është shtëpia jote. Edhe këtyre studentëve nuk do t'ja dëshiroja që ata në të ardhmen të prisnin një herë në vit të vinin të inhalonin pak ajrin e Tiranës, por të ishin pse jo gjithë vitin këtu, dhe të bënin të kundërt, të shkonin për një eksperiencë jashtë. Pra po më thua, edhe kur gjithçka e ke aty ku duhet, pra ke punën, ke karrierën, ke parat, ke shëndetin, ke sidomos familjen, pra çdo gjë shkon mirë me jetën tënde, njeriu ti mungon përkatësia e vet, identiteti vet, që është i vendit të tij. Pra ka një gjë që i mungon, se unë e shoh tek shumë njerëz të realizuar, emigrant që janë shumë të realizuar, e ndjej, e shoh këtë pengun për Shqipërinë. Dhe unë nuk e kam provuar, se unë gjithmonë kam jetuar në Shqipëri dhe unë kur jam jashtë Shqipërisë ose jam për pak kohë për punë ose për turizëm. Kështu që nuk e di fare se si është akulli gjerman, mund t'jap një përshtypje krejt si përfaqësore për vendet ku shkoj, sepse për sa kohë nuk jeton, ti nuk e kupton se si është ai vend. Pra ty në këtë moment, nëse unë të pyes çfarë të mungon vetëm Shqipëria? Nuk mund ta them vetëm Shqipëria, por më mungon definitivisht gjithmonë Shqipëria. Më mungon edhe Gjermania, nëse do më thuaj tani që do rri gjithmonë këtu Aurora, atëherë do filloja të kisha pak frikë, se do thosha po çfarë do ndodhi me këtë gjë, çfarë do ndodhi me punën time, çfarë do ndodhi me pra e kam atë frikrat për që nga instabiliteti mund ta quaj që Shqipëria të jep. Po, një lloj pasigurie dhe destabiliteti është pasiguria, është ai kaosi që ditët e para duket interesant, po ta jetosh çdo ditë ka edhe vështirësitë e veta. Definitivt. Por edhe ai akulli gjerman i padurueshëm është. Nuk e di si do isha ndjer e vetme, pa miq dhe pa familje, dhe që s'do kisha mundur të këmbeja edhe një dialog me një të moshuar për kohën. Se dia do ta kisha përballuar. Unë duhet ta përballoja. Se kam provuar. Me siguri çfarë i ra njeriu dhe nuk e duroj. E vërtet. Ndjehesh me fat apo fati kërkohet? Sot lexova në Instagram Rumin që thot, Rumi ka shumë vargje të bukura. Ajo që ti po kërkon, po të kërkon edhe ty. Unë mund të them mira që në momentin që unë hoqa dorë të kërkoj fatin, në atë moment më gjeti fati. Pra unë mendoj që fati dhe shumë gjëra të rëndësishme në jetën tënde vetëm të dhurohen. Ti nuk mund t'i gjesh ose edhe nuk mund t'i fitosh. Patjetër duhet luftosh çdo ditë për to, por janë disa dhurata të Zotit, mund ta quaj, unë jam besimtare, të cilat në momentin që ti me forcat e tua dorëzohesh dhe thua unë kaq që kam kapacitetin si njerëz, si qenie njerëzore, në atë moment besoj që Zoti thot tani je gati që të pranosh dhuratën time. Nuk e di nëse ndonjëri prej 19 mjekëve të asaj kohe të atij udhëtimi të 2010-s në Hanover. Po. Do ta ndjek këtë podcast dhe do të dëgjoj historinë tënde dhe çfarë do mendoj. Po, a kishe diçka për t'u thënë atyre? Se nuk i dihet, ka shumë ndjekës podcasti.
Do i thoja të gjitha atyre që ishin ato periudhën e ikjes bashkë dhe këto 19 mjekët që me të vërtet Gjermania spitalet nuk i ka të bukura nga jashtë, por ndonjëherë Zoti dhe te këto spitale të dërgon njerëz me një zemër të madhe, njerëz me të cilët i mund të dashurohesh. Kështu që unë fatin e tim e gjeta te këto muret gri të spitaleve gjermane dhe mendoj që dhe ata kanë bërë zgjedhjen e duhur që mbetën atje ku e kishin dhe ata zemrën e tyre.